Përshëndetje të gjithëve. Në radhë parë falenderoj kryetarin e Partisë Demokratike profesor Dr. Sali Berishën për mbështetjen e vazhdueshme që i ka dhënë departamentit në realizimin e këtij programi. Ai shpalosi që në kryet herës se çfarë synonte të bënte me artin dhe me kulturën. Dhe ishte një pjesë, domethënëse e vizionit të tij për Shqipërinë madhështore. Siç e dim, Shqipëria as nuk ekzistonte përveç në imagjinatën e shkrimtarëve dhe poetëve të mëdhenj të rilindjes. Kështu që u takon edhe artistëve, edhe shkrimtarëve, njerëzve të kulturës që atë Shqipëri që e lindën nga imagjinata e tyre tashmë ta bëjnë madhështore me frutet e origjinalitetit edhe të kreativitetit të tyre. Siç e dim, këto 12 vjet kreativiteti u bazua vetëm në kreativitet për të shkelur ligjet, për të nëpërkëmbur artistët, për të anashkaluar ligje, për të krijuar ligje ad hoc, për të zhvatur institucionet kulturës, për të blerë, për të shantazhuar kategori të ndryshme të artistëve, nga ky Neroni, siç e cilësoi profesor Dr. Sali Berisha. Ne duhet të kuptojmë se një Shqipëri madhështore, një Shqipëri që prodhon, duhet të jetë dojmos dhe një Shqipëri që krijon, sepse në ADN-n e artit është ajo e krijimit nga e para, e krijimit nga hiçi, është në ADN-n e shkrimtarit, artistit, në të gjitha fushat që të prodhoj, të krijoj. Kjo përveç se krijon në fushën e artit, po sjell dhe një klim, një ekosistem në të krejt shoqërinë që shtyhet drejt një mënyre më të shëndetshme të një kapitalizmi më të shëndetshëm dhe jo merkantilist dhe konsumerist si ky i sotmi, ku bazohet gjithçka tek moda dhe tek këto dëshirat mimetike siç njihet. Në vizionin e Dr. Berishës ishte rikthimi pra i kreativitetit, i artit dhe i kulturës në zemër të një zhvillimi të qëndrueshëm të kombit. Rikthimi i institucioneve të artit të kulturës në zemër të qyteteve, aty ku takon dhe në zemër të jetës qytetare, siç duhet të jetë kultura në një vend të shëndetshëm. Dhe e treta ishte rikthimi i artit dhe i kulturës në zemër të shqiptarëve dhe të kombit shqiptar, për të pasur një ekosistem më të shëndetshëm dhe një zhvillim më të qëndrueshëm në kohë ku ne të integrohemi në rrjedhët e Bashkimit Evropian me identitetin ton dhe me kulturën ton për cilën jemi krenar, por duhet ta ruajmë dhe ta zhvillojmë atë më tej, dhe të mos ngelemi peng i një programi politik që na u shpalos gjoja si një konstatim nga një prej servileve të Edi Ramës që thoshte brendi i vetëm shqiptar. Në fillim e pam si një lajthitje prej servile, por u dëshmua në 3 mandate që pas ka qenë i vetmi program qeverisës në fushën e artit dhe të kulturës. Unë besoj që ky program, të cilin me thënë të drejtën patëm një mbështetje të fortë edhe nga Departamenti i Ekonomisë dhe i Financës që na vurin në dispozicion kryetare që të shikonin dhe realizueshmërinë e këtij si program. Mos ishte vetëm një listë dëshirash, por të ishte i realizueshëm dhe konkluduan në detaje dhe se si do të zhvillohen në bazë të 3 parimeve kryesore që kemi dhe që janë decentralizimi, transparenca dhe meritokracia. U pa prej tyre plotësisht e realizueshme dyfishimi që në vitet e para të qeverisë Berisha të buxhetit për artin dhe kulturën, si dhe zhvillimi i këtyre institucioneve të reja dhe
zhdërvjelësimi I administratës së Ministrisë së Re të Kulturës dhe institucioneve që aktualisht janë të kalcifikuara dhe të mbytura nga patronazhimi obsesiv I një qeverie krejt jashtë orbite për sa I përket nevojave të kësaj kategorie të rëndësishme të shoqërisë që janë artistët dhe shkrimtarët. Edhe një herë ju falenderoj dhe kërkoj mbështetjen të gjithë njerëzve që merren me artin, artdashësit dhe njerëzit e kulturës që t'i bashkohen kësaj nevoje emergjente për rotacion dhe për t'ju rikthyer një Shqipëri që ndërrojmë më të bukur dhe që duhet ta realizojmë më të bukur dhe Partia Demokratike angazhohet që ta bëjë të tillë. Ju falenderoj. Faleminderit zotit Eferiçi, kam tani kënaqësinë që t'i kaloj fjalën zonjës